Amber tha na ka vdek një shoqe. Beso më zot e kapa telefonin me thirr, çaq më që s'u besoj, unë pyet çka ka ndodhur konkretisht. Më tregoj që ka qenë një moment që thjesht ju ka nal fryma. S'ka pas as infarkt, as arrest kardiak, as aritmi, as kur gjë heq, absolut veç ju ka nal fryma. Po më tregon, tha, kemi qenë të e pa një emision, edhe kishte qenë tema njerëzit që marrin vendime të shpejta vdesin ma herët. Edhe kjo një pa dy ka kthy dhe i ka thonë burrit e na që jemi martu herët. Edhe ky po më tregon, tha, mas 16 vjetë, tha, i thash ty po të kujtohet që jemi martu herët. Domethënë kishin kriju familje, po nuk e di se qysh ka qenë ajo pyetje, ndoshta ka qenë shqetësim momental. Edhe tha, nuk dashta m'ja zgjat temën ma gjatë, i thash, apo don me pi një kafe? Më tha, jo, tha, unë kam shku me qit kafe, kur jam kthy, e do na kam pasha një jetë. Tash prej Merakut e ka bo autopsin, edhe ka dalë që thjesht është ndalë frymarrja, nuk ka pas kur që tjetër. Si e morë vesh lajmin Ambera për humbjen e saj? Ku ishte në ato momente dhe si? Na biseduam para 3 dite, e pyeta për detajet e udhëtimit, më tregoi sa shumë është kënaq. Një mëngjes ka qenë e premte, edhe po më shkru një shok i përbashkët i Mitrovicës. Amber tha na ka vdek një shoqe. Edhe pasha zotin direkt më ka shku menja te Edona, po e disha që jo, se Edona ke shumë mirë, unë e fola me to, bisedova. Tha zhveq mos më thuj, tha jo po të tham, tha se edhe direkt kom hinë rrjetës së saj, nuk ka pas kur gjëna njoftim. Kur kom fillu kom hi te familjarët, e kom pa që e kam postu, edhe thjesht e kom nal telefonin. Nuk kom mujt me përballu as një njoftim, as kur gjë. Beso më zot e kapa telefonin me thirr, çaq më që s'u besoj, nuk kisha forcë as me thirr, se thësha me bo mos mu lajmëru, nuk di qysh e përjetoj. Edhe kom la ndikun një 4 orë, s'kom fol me kërkon, s'ju marr me kërkon. E kom thirr motrën, i kom dha më vërtetoj, se s'po kam fuqi me këshyr çka ka ndodhur. Edhe ma ka kthy, më ka thonë që po ishe vërtet, po që unë prap nuk besojsha, sinqerisht nuk besojsha. E do në një... Nëse na herë kom pas na i hall njetë, e kom ditë numrin e telefonit për menshë dhe kom kape kom thirr direkt. E donë qysh m'ja bojt saj pune ose të njëjtën. Ambere kam qëtë problem. Jo probleme, se normalisht njeriu kur të pjekët e krijon një familje nuk është që ka ma probleme të mëdhaja, po që do shqetësimet e jetës. E kom përjetu shumë keq, unë nuk dojsha me kohën që aty, po ish një fakt që s'mo ishe pakon. Me injoru, thësha një jetë keq pëse s'ka ardhë. Mos me injoru, qysh ka mundësi me i shku në qatë gjendje. Edhe ka qenë dita ma e keqe që kom mujt me pa të zënegj. Edhe më tha, gjithë jetën ju kom lutë Zotit veç me Vlad mos më sprovu. Se më ka sprovu shumë, tha me Vlad s'kom dash kur, tha po që e më ndodhi.